Dhe ja kur i kthiem në studio për të vazhduar me mysafirën tonë të tretë, e cila është nxënëse dhe me një ide shumë kreative dhe me një ide shumë humane, sjell javën e tregut humanitar këtu në Shkup. Me neve është Benure Suma. Mirë se erdhe dhe faleminderit shumë për pranojtjen. Mirë se u gjeta me mbrëmje, kënaqësia jonë është që të jemi këtu prezant bashkë me ju. Benure, dua pak a shumë të flasim rreth projektit të cilin e keni bërë jo nxënësit e shkollës të mesme Arseni Jovkov apo personalisht? Nxënësit e shkollës mesme. Po. Java e tregut humanitar. Po, pra, dhe me thonë, duke u nisur nga faktit se njerëzve nuk ka nevojë për mjete materiale dhe financiare për të bërë mirë, vetëm se duhet dëshira dhe vullneti dhe motivi tyre për të mirë me aktivitetet humanitare, të cilet do të jenë për përmirësimin e gjendjes të njerëzve të cilet jetojnë përreth nes, përkatësisht të nxënësve të cilet mësojnë në shkollën tonë. Atëherë, unë jam nxënëse e shkollës së mesme ekonomike dhe juridike Arseni Jovkov, dhe këtu vi për të përfaqësuar aktivitetin tonë, të cilët është bërë ka posaçërisht nga nxënësit e shkollës së mesme, por duke pasur edhe përkrajen e mësimdhënësve të profesorëve të tonë. Po pëlqen ideja shumë. Si lindi gjithçka? Do të thonë, ideja lindu për shkak se ne jemi të vetëdijshëm për gjendjen e nxënësve të cilët mësojnë në shkollën tonë, pak a shumë. Dhe humaniteti dhe dëshira jonë, motive u bë shkak që ne të ndërmarrim masa për të përmirësuar gjendjen e tyre sado pak. E dim se fort mirë se do të thonë secili ka problemet e veta dhe ne jemi për të përmirësuar gjendjen e tyre. Kjo ide lindi vitin e kaluar nga nxënësit e shkollës tonë dhe vitin e kaluar u bë në sallën e shkollës së mesme Arseni Jovkov, mirë po, dhe pati sukses, për mjetet të cilat u ngrumbulluan nga ky aktivitet, ju donuan personave dhe familjarëve apo antarëve të nxënësve të shkollës tonë, duke u përgjedhur nga komisioni i përbërë prej 3 nxënësve të shkollës dhe së bashku me 4 mësimdhënës. Mjetet të cilat u mbledhën ju dorëzuan posaçërisht atyre personave të cilat ata përgjedhen si komision, dhe besoj që do t'ju ketë ndihmuar sadopak ata mjete financiare dhe materiale. Gjithashtu t'ju krijon edhe bindjen atyre se ne nuk i kemi mbyllur syt për gjendjen atyre, por ne jemi të vetëdijshëm për ata dhe shpresojmë që ata mjete dhe këto aktivitete të rritë sa më shumë në jetën e përditshme. Po. Pak a shumë është një fazë e jetës nga 14 deri në moshën 18 vjeçare që është delikate pak. A keni ndonjë metodë të veçantë, pasi që mundet ndonjë fëmijë mos të ketë kushte, mirë po vetë momenti që të tjerët mbledhin para, të preket ose të ngacmohet faktikisht emocionalisht. A dihet familjet të cilat ju jepni? Apo thjesht përzgjedh komisioni, dërgon ato familje dhe mbyllet aty? E dimi që është fazë delikate mosha e pubertetit dhe kur mundet një me ketë shkuptu sendet. Po, mirë po ne e dim shoqërinë tonë dhe pak a shumë jemi të vetëdijshëm për gjendjen e tyre. Dhe këtë shkak ne propozojmë familjarë të cilët, mirë po pa mos i vënë në dieni ata, i propozojmë këto familje të cilat kanë nevojë dhe nga ana e komisionit do të zgjedhen se cilës familjes do t'i donojnë këto mjete financiare apo mjete materiale. Një ide mjaft e bukur kjo. Sa keni përkrahje? Përkrahja është maksimale, sidomos nga mësimdhënësit e tonë, gjithashtu edhe nga zëvendës drejtora, do të thonë një falënderim i veçantë shkon për mësimdhënësit të cilët na japin përkrahjen maksimale dhe për zëvendës drejtorat zotëri Nazmi Ramani dhe zotëri Milajm Ragipi. Kurse është e rëndësishme edhe dëshira dhe vullneti, motivi i nxënësve për të bërë kësi gjëra humanitare të cilët do të ndihmojnë nxënësit të cilët mësojnë në shkollën tonë. A janë vetëm nxënësit e shkollës, ata të cilat mund të dhurojnë gjëra apo të gjithë qytetarët? Janë të përfshirë. Thash edhe më herët që tregu humanitar në vitin e kaluar është mbajtur në shkollën tonë, të cilët është bërë shitja e produkteve, gjithsesi ushqimeve tradicionale, shqiptaro-ballkanike me çmime shumë të vëllëçme dhe simbolike. Dhe këto janë shitur brenda shkollës, mirë po këtë vit ne kemi ndryshuar lokacionin apo destinacionin për që me qëllim që të kemi më tepër në vendet të cilët ka frekuenca më të mëdha apo lëvizshmëri të njerëzve dhe për këtë shkak ne kemi vendosur që këtë vit të bëhen në çarshinë e vjetër të Shkupit prej orës 11 deri në orën 14, ku do të bëhet shitja e këtyre ushqimeve tradicionale të cilat janë të përgatitura nga vetë nxënësit tonë. Po në qoftë se kush do të donë që të finanson apo të dhuron,
Pasi që Amermania që tani të shikues tanë e di që kanë shpirt human, e di që ndojnë me ndihmu njëri tjetrin, dhe pse jo, diçka shumë e vogël, diçka shumë simbolike, ndoshta do të kishte gëzuar ndonjë familje që nuk ka. A kanë të drejtë me ardhmë me dhuru faktikisht mjetet të çfarë do lloji? Po, sigurisht, pasi që secili dëshiron që të ndihmon sipas mundësive të tyre, do të thënë, ndihma sipas mundësive të tyre dhe sipas mundësive tona, besojmë që do të arrijë sukses. Po, a mund edhe njëherë me tregu lokacionin dhe vendin dhe ditën ku do të mbahet? Do të thënë, do të mbahet në Qarshinë e Vjetër të Shkupit, para xhamisë, do të fillon prej orës 11 deri në orën 14. Një ide mjaft e bukur. Dhe ne si shkolla mesme ekonomike dhe juridike Arsenij Jofkov ju bëjmë thirrje dhe apel të gjithë shkollave tjera të mesme që t'ju bashkangjitet aktiviteteve të tyre humanitare, pasi që besoj që bota ka nevojë për njerëz humanitar dhe që kjo të bëhet si tradit edhe për shkollat e tjera dhe në mod besoj që të jenë prezente edhe shkollat e tjera dhe të rritet numri i këtyre aktiviteteve humanitare. Një mesazh ky me të vërtet i bukur, ajo që po ju sjell ti të rinjve dhe ju të gjithë që po kontribuoni për ata të cilat me të vërtet nuk kanë edhe aq kushte, do të ishte edhe ky mesazhit për të gjithë të rinjt? Po, ashtu është. Më vjen shumë mirë. Genti, ke diçka për të shtuar apo për të pyetur? Po patjetër, sa po të bën shpirtnesh të njihesh mirë aktiv human. Vetë fjala humanitare ja sjell njeriut një bindje dhe një qëllim fisnik të cilët ne duhet ta shprehim dita ditës. Nuk do të thotë që java e tregut humanitar është hapësira të cilët ne duhet të bëjmë vepra të mira. Vepra të mira mund të bëjmë edhe në çdo moment të jetës tonë. E bukur shumë. Ishte kënaqësi shumë e veçantë që ishe sot me neve në emision. Po ndoa të të uroj faktikisht për këtë iniciativë të cilën e keni marrë, dua të uroj edhe gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve dhe drejtorave të shkollës Arsenij Jofkov, pasi që me të vërtetë po bëni një punë shumë të bukur. Dhe shpresoj që do të binden edhe shkolla tjera, apo pse jo edhe njerëz të tjerë që me të vërtetë njerëzit kanë nevojë për ndihmë. Faleminderit shumë, kënaqësia na takon neve dhe mos harroni nesër prej në orën 11 deri në orën 14 para Qarshisë. Po. Mos harroni miqtë më të dashur, mos harroni di që brenda vetes e keni faktikisht jeni human. Dhe shpresoj që kjo gjë të ketë inspiruar të gjithë ata të cilat të pëlqen të ndihmojnë e sidomos të rinjt. Është një gjë me një temë të vërtet komplekse dhe një temë e rëndësishme të cilët duhet prekur nga të gjithë, ndaj edhe ne u bëjmë thirrje të gjithë njerëzve që në çfarëdo mënyre të mundohen të marrin iniciativa dhe të ndihmojnë të tjerët. Pse jo? Ishte bisedë shumë e këndshme me nxënëse nga shkolla e mesme Arsenij Jofkov. Ndërsa ju miqtë të dashur, qëndroni përpara ekranave televizive, kthehemi vetëm pas pak me diçka tjetër.